Shpat Kasapi ka ndëruar jetë në moshën 40 vjeçare. Lajmi u konfirmua më 26 nëntor 2025. Sipas raporteve, ai humbi jetën në Itali, si pasojë një arresti kardiak të papritur. Kasapi ishte një prej fytyrave më të njohura të skenës pop albanase. Me dekada karrierë dhe hite si Amdo, Valle Kosovare, Dashni Palimit dhe Aroma e saj. Lajmi ka tronditur fansa dhe kolegët. Janë shpërthyer reagime ngushëllimi nga personalitetet të artit dhe komunitetet të muzikës, duke e cilësuar largimin e tij si humbje të madhe për artin dhe për publikun që e ndoqi me adhurim. Vëllai i Shpat Kasapi ka dhënë një deklaratë pas vdekjes së tij. Ai shtoi se Shpati kishte pasur disa shqetësime të vogla me zemrën, por asgjë serioze që të paralajmëronte një tragjedi të tillë. Ne lajmin e kemi marrë në orën 11:30 parafërsisht. Na ka ardhur lajmi nga Italia, nga Monza, një provincë e Milanos, ku Shpati para 2 ditëve me gruan e vet dhe me çunin e vet kanë shkuar për një kontrole të çunit diçka, edhe kanë fluturuar me aeroplan nga Shkupi për Milano, kanë qenë mirë, po ndarkët ka pas pak keqësime me lukthin dhe me shtrëngime gjoksit. Ka rat pushoje një çik, po mas andej ka pas keqësime, me siguri ka pas atak, o kardiak ose atak në trup, besojmë. Dhe ka ndëruar jetë në moment.